Në 3 vitet e fundit, salla e Kuvendit është mbushur me nisma ligjore, projekt ligje të depozituara nga deputet, por që në fakt duhet përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve. Por a ndodh kjo? A janë nismat e deputetëve realisht produkt i punës së tyre të elektoratit që ato përfaqësojnë, apo janë duke u përdorur si një mekanizëm për të shmangur të gjithë procedurat e tjera? Ajo që është e dukshme është që nga viti 2023 në vitin 2026 numri i nismave që kanë deputetët në projekt ligje janë rritur. Ajo që nuk kuptohet është kush i shkruan vërtet këto projekt ligje dhe a janë deputetët që i lexojnë propozuesit e vërtet? Kemi kuptuar që individet që i kanë shkruar nuk janë ekspert, nuk i njohin, nuk janë individet që realisht e kanë propozuar dhe janë përdorur të mos deputetët e ri për të formosur nisma të cilët deri diku qeveria zgjidh problemet e veta duke evituar konfliktin politik me opozitën. Ka një përshpejtim të nismave të qeverisë dhe qeveria duket se ka gjetur një backdoor, një bypass për të përshpejtuar procesin e propozimit të legjislacionit. Çdo gjë që vjen nga opozita duhet të rrezohet politikisht. Studiuesi Afrim Krasniqi, i cili prej vitesh monitoron punën parlamentare, thot se deputetët shumë nisma jo vetëm që nuk i kanë produkt të punës së tyre, por që as nuk përfaqësojnë zgjedhësit e tyre. Në këtë legislaturë ne kemi 2 kategori nismash ligjore. Një kategori që vjen nga mazhoranca dhe lidhet me përpjekjen e mazhorancës për të larguar përgjegjësinë politike. Shumica e akteve ligjore që janë propozuar nga individ caktuar të mazhorancës, edhe nga monitorimi që ne kemi bërë, edhe nga tërëzat e rrumbullata ku ne kemi marrë pjesë për të diskutuar për to, kemi kuptuar që individet që i kanë shkruar nuk janë ekspert, nuk i njohin, nuk janë individet që realisht e kanë propozuar dhe janë përdorur të mos deputetët e ri për të formosur nisma të cilët deri diku qeveria zgjidh problemet e veta duke evituar konfliktin politik me opozitën. Dhe kjo është një zhvillim negativ dhe aq më tepër kur në rastin konkret këta individ të cilët formosin promovon postet larta, provojën në fundit është ministri i shtetit për parlamentin, ndërkohë që ka propozuar një nga ligjet më të rëndësishme për të cilën nuk ka dhënë asnjëherë deklaratë publike që e mbron atë ligj. Edhe në komisionet përkatëse më shumë lezohet relacioni përkatitur nga ekspertët sesa ndonjë bindje personale ose aftësi për të kuptuar pse ka nevojë për këtë projekt ligj dhe kush janë impakti i ardhshëm i tij. Qendra Shqiptare për Gazetari Cilësore, referuar databazës së parlamentit, arriti të evidentojë që nga viti 2023 në 2026 që janë depozituar përafërsisht afro 100 projekt ligje me iniciativë deputetësh. Vetëm për legjislaturën e re nga shtatori 2025-s në shkurt të 2026-s janë propozuar 51 nisma nga deputetët. Për vitin 2024 të publikuara janë 32 nisma, ndërsa për 2023 janë 19 të tilla. Sipas Eno Bozdos, shtimi i nismave është një taktik e qeverisë. Ka një përshpejtim të nismave të qeverisë dhe qeveria duket se ka gjetur një backdoor, një bypass për të përshpejtuar procesin e propozimit të legjislacionit. Si rregull, procesi duhet propozimi i legjislacionit vjen nga ekzekutivi, si rregull i përgjithshëm, i cili kryen të gjitha konsultimet e mundshme publike, bën transparencën, për llogarit pasojat, për llogarit faturën financiare, për llogarit dhe se si do sillen grupet e ndryshme të interesit, duke i lënë dhe kohën atyre për të adaptuar, për të përshtatur. Qeveria duket se po përdor gjithnjë më shpesh iniciativat e deputetëve për të kaluar projekt ligje pa ndjekur procedurat e plota për konsultim publik. Nismat e deputetëve të majorancës kalojnë për çështje ditësh. Nisma për ndryshimin e ligjit për akshin kaloi për brenda 10 ditësh. Dhe po shikosh kalendarin, që gjithmonë nuk kalon me konsensus në konferencën e kryetarëve, vendos kryetari i Kuvendit se çfarë do diskutohet ose çfarë jo. Por në të njëjtën kohë, iniciativat e opozitës mbeten në vend numero. Për Erald Kaprin, deputeti i Partisë Mundësia, majoranca nuk merr asnjë propozim të opozitës parasysh. Ka një lloj praktike të pashkruar, sipas të cilës çdo gjë që vjen nga opozita duhet të rrezohet politikisht. Pra edhe në diskutimet që bëjmë në komisione parlamentare, pra propozimet që bëhen gjatë diskutimit nen për nen ose në parëndë të projekt ligjit, edhe me përfaqësues të qeverisë, i rrezojnë të gjitha.
Por për Krasniqin, as opozita nuk niset realisht nga problematikat thelbësore. Përpjekja e deputetëve të opozitës për të rritur vëmendjen, për të bërë lajm dhe për të përfaqësuar grupe të cilat nuk përfaqësohen në ashpërsimin e aksionit të opozitës. Sidomos në rastin e buxhetit shtetit, por edhe në raste të tjera. Do thot trendi i mazhërancës për të abuzuar me shumicën, me deputet anonim që zgjidh probleme të mëdha politike dhe trendi i opozitës për propozuar nisma të cilat realisht nuk përfaqësojnë thelbin e opozitës, por kërkojnë zgjidhjen e problemeve të grupe të caktuara duke përfituar nga buxheti i shtetit. Të dyja mendoj janë nisma të gabuara, janë praktika të gabuara. ACQJ ju drejtua Kuvendit për të kuptuar se cilat janë kriteret për përfshirjen e projektligjeve në kalendar, por deri tani nuk kemi marrë një përgjigje. Nga analiza e projektligjeve të cilat kemi marrë në shqyrtim, ajo që vjet re është që pjesa më e madhe e këtyre nismave lidhen me ndryshime teknike apo me raste kur ka interesa që lidhen me ekonominë. Dhe shumë rrallë raste kur gjejmë lidhje reale të deputetëve që i propozojnë me zonat e tyre të cilat ata përfaqësojnë. Freard Rista, gazetar pranë emisionit Pirania, ka arritur të zbërthej më shumë rreth deputetëve propozues të projektligjeve, por më shumë se sa propozues duket se nuk arrin të jenë as lexues të tyre. Ideja për t'i bërë këto pyetje këtyre dy deputetëve të rinj të Partisë Socialiste të lind natyrshëm nëse ti ndjek një komision ligjesh, nëse ndjek pak parlamentin, dhe aty kuptojnë që një deputet nuk lexon dot rrjedhshëm, po nuk pati fletën përpara. Madje edhe kur e ka fletën përpara, prap ngec 1 sekondë 2 sekonda do duhet ta rilexoj përsëri. Dhe aty ti kuptojnë që nuk e ka shkruar vetë. Pra të lind ideja dhe hipoteza që nuk e ka shkruar vetë dhe pastaj ti do duhet ta vërtetosh. Siç ndodhi në rastin tonë që bëm 2 pyetje që nuk kishin lidhje me projekt ligjet përkatëse. Siç ishte në rastin e zotit Erion Malaj, ku e pyeta, pra ishin pyetje që lindën natyrshëm. A do të përfshihet në këtë projekt ligj trajnimi i 10.000 punonjësve të administratës? Dhe zoti Malaj tha, unë dua që të arrihet dhe patjetër që do arrihet. Pra një deputet që i vjen kjo pyetje dhe minimumi ai duhet ta ketë, edhe sikur t'ja ketë dhënë dikush tjetër, ai duhet ta ketë lexuar atë projekt ligj. E njëjta situatë ndodh me deputetën e Vlorës që propozon porte jatësh, por nuk di konkretisht për ku dhe si është ajo që vetë ka propozuar. Po e pyeta që lidhur me portet turistike, a mjaftojnë 15.000 metra katror. Unë mund të thosha dhe 10.000 metra katror dhe 7.000, pra 15.000 metra katror ishte një shifër e menduar nga mua aty për aty. Dhe ajo u mendua pak dhe tha mendoj që mjaftojnë. Kur u mendua pak e kuptova që ajo e kishte lexuar disi projekt ligjin dhe këtë pyetje nuk e kujtonte, po përsëri u përgjigj sikur ajo gjë të ishte në projekt ligj. Ne ju drejtuam disa nga deputetëve të majorancës, por asnjëri prej tyre nuk ishin të gjendshëm për intervistë. Mungesa e transparencës në punën e parlamentit vijon të mbetet një nga problematikat e vazhdueshme. I gjithë sistemi online i parlamentit konsultim është fiktiv. Nuk respektohet, afatet, nuk respektohen përgjigjet. Ne provuam si se për të rasti i ligjit për lobbyingin, reaguam, por nuk patëm asnjë lloj përgjigje, qoftë edhe formale. Dhe ky është një dallim i madh i kësaj legjislature me legislaturat e mëparshme. Dikur kishim rrëzim të qëndrimeve tona, ose pikpa me patën kishim një lloj marrje në konsiderat. Por mungesa e transparencës është evidente. E unë mund t'jap disa shembuj konkret për këtë gjë. Agronsheja ka propozuar mbi 3 vite një projekt ligj për ndalimin e kompanive offshore të marrin tendera publik. Pra, të mos jepet para publike asnjë kompanie që nuk i dihet kush është pronari. Për 3 vitesh flenë zyrtarët të Kuvendit as nuk duan t'ia dinë fare. Personalisht u bën 3 muaj që kam depozituar një projekt ligj për ndryshimin e kodit rrugor që lejon monopatinat elektrike të rinjve të çarkullojnë në rrugët e qyteteve, nuk ka asnjë shpjegim, nuk vendoset në kalendar asnjëherë. Për studiuesin Krasniqi, në këtë pikë parlamenti është i paqartë se si duhet të veprojë kur mbaron një legjislacion e nis një i ri. Vetmi problem që ka parlamenti dallim nga parlamentet e tjera është çfarë ndodh me nismat ligjore të legjislaturës kaluar kur ka legjislaturë re. Parlamenti nuk ka ende një vendimmarrje dhe mekanizëm që i trajton të refuzuara dhe nis diçka nga fillimi apo si pjesë e procesit politik. Dhe së dyti nuk verifikohet konflikti i interesit. Një tjetër shembull konkret për mungesën e transparencës është ai që evidenton Eno Bozdo. 2 ligje shumë të rëndësishme
edhe për shkak të kontekstit ku propozuan. Menaxhimi integruar i mbetjeve dhe projekt ligji, tani është ligj për përgjegjësitë të zgjeruar prodhuesit. Pra të gjeneruzëve. Të dyja këto projekt ligje lexohen së bashku sepse formojnë një. Së pari ne vim nga një dekadë shkatrimtare përse i takon mjedisit. Dhe nuk është vetëm mega korrupsioni i trejnë senatorëve të cilët nuk pothuajse ose s'ekzistojnë ose nuk punojnë. Por është fakti se Shqipëria sot është më e ndotur në shka qenë 20 apo 30 vite më parë, dhe është fatkeqësia e madhe. Dhe ndotja ka depërtuar thellë, ndotja ka prekur gjithë lumenjt, liqenet tona, e shikojmë kudo. Dhe nuk kemi ende një zgjidhje, pasi 10 vite më parë, 11 vite më parë, hoqëm dorë nga përqasja tradicionale e qeverisë, ish qeverisë Berisha në atë kohë, edhe është një përqasje që është standarde e përfundet e Bashkimit Evropian. Tani, këto dy projekt ligje vinë me ka nxitim, nuk i nështrohen vetëm debatit publik, pas debatit parlamentar. Parlamenti është vendi ku qytetarët duhet të ndihen të përfaqësuar, jo të anashkaluar, dhe derisa ky raport të rikthehet në balancë, çdo nismë e re do të shoqërohet me të njëjtën pyetje thelbësore: kujt i shërbejnë vërtet të ligje që miratohen? Nga ky vëzhgim është e qartë që ligjet në Shqipëri nuk duhet të jenë produkt i shpejtësisë, por i debatit, por kjo nuk po ndodh. Nismat në parlament nuk vinë si rezultati punës dhe i përfaqësimit, por si urdhra me regji qendrore.